Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e sotme ka mbritur në studio çifti Sadiku nga gjinari e Elbasanit. Është një çift që rrëfimi i historisë së tyre do të na trondisi të gjithëve, jam e sigurt për këtë, sepse ashtu siç ka tronditur redaksioni e emisionit Me zemër të hapur, besoj se rrëfimi dy prindërve që humbin nga kjo jetë fëmijën e tyre 28 vjeçar, por në burg kanë djalin e vogël 25 vjeçar, të vetmen drejtësysh që ato tashmë kanë dhe përjetojnë si prindër. Do të flasim edhe për alarmin e madh që ngre pikërisht arresti i shtëpisë, përgjegjësi mbi policinë apo për individin. Të gjitha këto do të rrëfehen ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur, por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj, deri kthehemi me rrëfimin e çiftit në fjalë. Një konflikt mes një 25 vjeçari dhe 62 vjeçari në gjinar të Elbasanit, i ndodhur më 23 korrik të këtij viti, do të kthejë në burim problemesh të vazhdueshme për familjen e të riut. Çështja e Klajdi Sadikut ka ngritur shqetësime serioze mbi zbatimin e masës së sigurisë, arrest në shtëpi, pasi sipas avokatit të tij, policia e shtetit nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për shoqërimin në seancat gjyqësore. Kjo situatë ka çuar deri në pretendime për shkelje të masës, të cilat mbrojtja i cilëson të padrejta dhe pasojë të mosveprimit institucional. Prindrit e 25 vjeçarit po përballen me ngjarje pas ngjarje, ndërsa vetëm një vit më parë humbën edhe djalin e tyre 28 vjeçar, i cili u vetvra. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi pas materialit të përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj. Me mua në studio nga gjinari janë bashkuar Zoti Bashkim dhe Etleva Sadiku. Përshëndetje të dyve. Mirë se erdhët në studion e emisionit Me zemër të hapur. Vetëm përpara një viti e gjysmë ju keni humbur djalin e madh, Amarildon, 28 vjeçar. Unë shikoj që edhe në varsen tuaj tashmë kujtimi i tij është i përhershëm, ti e mbart besoj me vete kudo. Është një varse që nuk e heq nga qafa. Por drita e syve dhe fokusi juaj në këtë një vit e gjysmë jo vetëm është përjetimi i dhimbjes, dhe është dhimbja më e madhe dhe sprova më e madhe që Zoti mund t'i japi individit. Shumë pru. Ku një prind, sepse në këtë jetë dihet që ne do vim dhe do largohemi një ditë, por shpresoj dhe uroj për të gjithë ne të jetë me radhë dhe jo pa radhë, siç thuhet edhe në gjuhën tonë popullore. Gjithsesi, ne do të flasim sot edhe për djalin e vogël, sepse vetëm përpara pak ditësh ai është arrestuar. Nga arresti i shtëpisë ka kaluar në arrest me burg. Unë jo më kot thash që ditën e sotme do të flasim për përgjegjësinë, është mbi policinë apo mbi individin. Më lër të prezantoj edhe panelin përballë, dy zonja të nderuara, të cilat do t'japin edhe orientimin tuaj sa më të saktë, jo vetëm juridik dhe atë ligjor, por edhe emocional, se ju keni shumë nevojë edhe për këtë të fundit. Me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektivët privat, me krijues zotin Due Pietra, i cili së fundmi pothuajse tashmë nuk mund të themi që është një risi, edhe ngritja e gjykatës së arbitrazhit, apo jo? Po, që nga viti 2023. Faleminderit. Që nga viti 2023, por ne do ta theksojmë vazhdimisht, sepse edhe me avokatin ne kemi folur në këtë studio domosdoshmërinë e kësaj gjykate. Në krahun tënd do të jetë Belinda Mustafa, psikologja jon. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ajo që më vjen më tepër keq në gjithë këtë histori është që ju jeni dy zonja të nderuara, dy vajza të suksesshme në karrierën tuaj dhe keni pak a shumë moshën e fëmijëve të çiftit që do keni përballë. Do flisni edhe nga aspekti i profesionistit dhe nga aspekti i fëmijës, por ajo që është vlen për të theksuar ditën e sotme, do të përjetojmë emocione të forta. Shumë vërtet, është edhe rast shumë i ndjeshëm, edhe duhet ta komentojmë se s'bën patjetër. Patjetër, megjithatë Belinda është mësuar që të ketë në zyrën e saj si profesioniste e fushës të dëgjoj histori nga më të dhimbshme, dhe pasi ta dëgjojmë dhe rrëfimin e çiftit Sadiku, do doja të më thoje, në është ndonjë nga ato rastet e forta që në fakt çdo histori ka tronditjen e vet, ka intensitetin e saj, por besoj që me çfarë kam dëgjuar deri më tani është një histori goxha trondit. Do të bëj një pyetje, siç ma bëjnë edhe mua? Patjetër. Ndikojnë emocionalisht tek ty këto raste?
Se avokatët janë më të ftohtë, prandaj edhe Sares nuk po ja bëj. Do doja shumë të mos ndikonin, por ndikojnë dhe janë goxha të rënda në fakt. Okej, mirë. Pak për fillim me vajza që të kuptoni vërtet është një panel i ri, po janë shumë profesioniste të mira të fushës së tyre, kanë vite karrierë, nuk është se janë fillestare në karrierën e tyre, por thash edhe një herë, duke qenë se ju kam kaq pranë, ju falenderoj që jeni në këtë studio, sa po ka ndodhur rasti. Zonja Etleva më emocionove përpara se të hynim në transmetim drejt për drejt, dhe që unë të kam ndjekur. Kam ndjekur gjithmonë. Dhe mosha e djalit tënd të vogël, i cili është në arrest me burg tashmë, është sa vitet që ka ky emision. Dhe pikërisht ai bën dhjetor me datën 25 dhjetor dhe ne ditëlindjen tonë e kemi në fakt në dhjetor përpara 25 vitesh. Suksese. Faleminderit shumë. Edhe 100 vite tjera. Faleminderit, shumë faleminderit. Do doja në fakt me zonjën Etleva, duke qenë se je teleshikuese e rregullt të këtij emisioni. Ta kishte marrë mendja që do vije këtu? Jo, kurse nuk kam gjetë asnjëherë në drejtësi, në gjë, që kur më ka vdek çuni, s'm ka trokit njëri ndert për një ndihmë, për një gjë, asnjëherë. Nuk po doje ndihmë. Tani që më ra djali brenda, pse të mbjeri, për çfarë arsye? E bëri. Si që la shteti, detyrim mas arrestin në shtëpi, ashtu të vinte ta merrte policia shtetit, ta çonte djalin në komisariat, në gjyq. Jo ta çoje unë, lek me sakrificë gjë që t'ike unë me djalin. Do ndalojmë tek djali i vogël. Të ndalojmë pak tek djali i madh, e di që është një dhimbje, por nuk mund ta anashkalojmë dot. A mund ta themi pse ndroi jetë djali i madh? Dhe si ka qenë ky 1 vit e gjysmë pa Amarildo? Djali i madh ka qenë i mirë, i bukur, me shkollë mesme. I doli shkolla për gjuhë, letërsi, histori, gjeografi. Nuk kishe mundësi ta ndiqe djalin shkollë dhe iku në Gjermani. Neti shumë vite atje, erdhi e kapën. Aty pastaj u mërziti, jo s'kam punë, jo kështu jo ashtu. Ja futi xhamit ke shtëpia dritarës. Po, ke shtëpia. Ke shtëpia në shtëpi, djali ja futi xhamit me dorë gabimisht. Ke dhoma vet, dhomën e vet, xhamin e vet. Ke dhoma vet, kur rrinte, unë mërzita unë bara gabimisht. E morëm, e qunë në spital djalin, doli mirë e bukur në operacioni, thirrja 2-3 herë mama, e veshëm e ndrum, pastaj se pashmë djalin. Pra shkaku bë një aksident në shtëpi. Në shtëpi, theu xhamin. Tani papunësia, stresi, kaloj. Ne të trejmi, bëtë gjithë me stres për atë qunë, se e pata qunin së bukur. Nuk vuta asë në lloj smundje. Ishte i mirë, i bukur. Ju se kishit kuptuar që djali ishte mbyllur në vetvete? Jo, po sa erdhi. Sa erdhi, ishte një djali qeshur, policia. shoqëninë e respektonte, jashtë mase, të gjithë, jo shoqëninë. Gjithë e doshin shokë. Një djalë nuk të shkonte mene që... Që ndiste mua i qunë. Ka i punon të në Gjermani që hajun. Se ne jemi pa punën të jem shatë. Ky pa punë, unë po s'punoj kurës, kur të ketës, kam ma fuqi. Djali vogël punon të, ku të gjej, nuk ka një punë bashkë, është veni tillë që nuk ka punë. Jemi në terren vështirë poshtë, nuk ka... Kush e njeh Gjinarin, besoj se e kupton që është një terren shumë i vështirë për të vajtur dhe për ta vizituar. Ju jeni me fat që keni atë natyrë dhe atë fshat shumë të bukur turistik, por që ju jeni në mes të një grope dhe nuk jeni aty ku ndoshta shumë shqiptarë shkojnë për kënaqësitë e tyre të fundjavës edhe të pushimeve. Ju nuk jeni aty, por edhe rruga për të ngjitur deri aty është shumë e vështirë. Keni kam, në shtëpia deri në qendër, i gjysore rrugën kam. E kuptoj. Deri në qendër. Dhe ky 1 vit e gjysmë ka sjellë edhe probleme tjera në familjen tuaj. Përveç se thash, ndëshkimi më i madh i një prindi është të përjetoj humbjen e një fëmie. Ajo është më keq. Dhe aq më tepër për mënyrën se si është larguar edhe Amarildo nga kjo jetë. Në mënyrë të papritur, të beft. E papritur që nuk e priste asnjë. Po flej gjumë, po në dhomë, tamatan, tuk e hangë, tuk e pi qunin për qef, tuk e hangë. Me kom shit për qep zotit aty. I është bërë autopsia? Ju ba. Ju bë dhe çfarë deklaruan? Boshatisja e dhomave të zemrës. Gjaku tepër. Ndikimi që pati nga operacioni, ndoshta nga ndërhyrja kirurgjikale? Mund të ketë pasur nga rrjedhja nga shtëpia deri në spital. Unë jam 22 kilometra Elbasan Gjinar. Shumë gjak. Nga rrjedhja në moment në shpejt e çun, për 20 minuta kam çun. Djalin se rrugë vështirë.
E futa në aperim, u bën shumë mirë, doli në ora 9:10 dhe ka vdek djali në 4 të mjesit në 6 maj. Ora 3 për unë më këta shtëpi se që ish atje, i thira Klajdit. I këta se s'ka gjatë djali, vetë shpi unë kom shqitë, këshim pastru, këshim rrugullu, se shkojmë shumë në kom shqitë. E thira, hajde ke mami të regoj, dhe shqysh është Amarildi. Mamë, tha të bëmi të fortë, se Amarildi më ra, qa po thu, thash. Sa të lidhur ishin djemët me njëri tjetër? Mund të pish pak ujë, në qoftë se nuk do ndihesh mirë, do ndërpresim transmetimin dhe mund ta vazhdojmë me bashkëshortin. Se të tregoj nëna, do me thonë, se keni plagën ende të hapur, mos tregojmë shumë detaje. Po unë e kam, me çdo një që do bëj për çunin, po më kujtohet, unë e kam, po jam shumë mirë. Djemët kanë qenë shumë të lidhur. Ky mori edhe djalin e vogël, Klajdin, 3 muaj në Gjermani. I thash, mos e thuj pasaportën babi, se do të shkoj prapë. Më duke se e theu. Neti 5 muaj djali dhe erdhi me autobus. Kuptoj. Erdhi se ishim dhe neve vetëm mërzitëshim. Lek donim, po nuk rrim dot, se nga që vetëm fare, Amarildja ne, edhe Amarildja pa thuj pasaportën. Amarildja pa thuj pasaportën, nëse pa dokumentar. Pas ta herë në fundit nuk ja rriti kur dhe ikjo i madh, kur dhe ikjo i madh, thoshtë, dhe ikshë djallë, dhe ikë si që ke ikë, dhe ikë shprap. Dhe në këtë një vit e gjysëm, më thash edhe një erdhimin më të madhe përjetoni ju, por nuk është përjetuar mirë edhe nga djali i vogël. Jo, shumë nuk është përjetuar, se edhe këtë djali e ka fiksim se vetëm këtë mi kujton të qunit. Ashtë e katë... Edhe aty pastaj është qonin di djali, e ka ngecur të dimë. Pra, ju thoni që ndikimi mbi djalin e vogël ishte pikërisht vdekja e vllajt, dhe sidomos mënyrën dhe natyrën edhe bullizimi tepër që na bullizonte djalin. Çfarë ndodh? Jam flisni pak për bullizimin në shtat. Çfarë ndodh me djalin e vogël? Do të them drejt, unë jam familje egjiptiane. Ashtu jemi. Por çfarë lidhje ka kjo? Po kjo ka se kur... Ose vetë duhet ta thoni ju këtë gjë. Nuk ta thoni, duhet ta them, më falë, se kur del djalin në gjina, ke ky zotnia, ke ky komshiu, e bullizon, egjiptian... Ju flisni për 62 vjeçarin me cilin ai ka konflikt. Dhe për të cilin ai ka marrë pikërisht masën e sigurisë, arrest shtëpie fillimisht dhe më pas arrest me burg. Mirë, ndalojmë pak. Vetëm ky 62 vjeçar ju i përkisti një komuniteti. Nuk duhet ta kishim përmendur këtë gjë, gjithsesi e përmendni ju. Unë përmendova vetëm ai vetë përgjegjësi për atë. Ma unë përgjegjësi për këtë. Jo, ju përmendeni, por unë nuk do doja se ne jemi gjithë barabartë. E kupton? Nuk duam të përmendim racizëm në këtë studio dhe mos japim pikërisht këto mesazhe. Unë e di që nuk duhet përmend dhe nuk ka, po kur më përmend zotnia, unë do ta them. Çfarë marrëdhëniesh keni me këtë zotëri dhe një 62 vjeçar, çfarë kërkon nga një 25 vjeçar? Unë mund t'i tregojsh ti, Landa, s'ka problem. Burim shkonte shumë me atë, se punonte Kovaç, në gjinar lart. Po, jeni shok të dy. Shok, më shok shumë. Hajnë, pinë, pishin kafe. E ka deklaruar dhe në prokurin gjykatë që babin e djalit e ka mik, ama këti nuk ja fal. Pse? Po, ja ta tregoj Landa, shkojnë mirë. Ka qenë ditë prilli, unë do veje, po ke motra këti do veje do porosisje varrin e Amarildos për të mbushur në maj vitin, djali. Edhe ky pun parkimi, kishim një makinë pa letër atëherë, tani nuk e kemi ma, për ndalë qendër. Ja 2 muaj panë që e bleme, u prisha e përzun. Edhe ky pun parkimi doli quni binte burit, qërë kje, tha, hape, tha, dhe filloj ta ofendoj djalin me llafe më të ndyre që unë nuk i them dot këtu ato. E ofendoj dola, unë me vrat, t'keqen mami, e po unë dani, tha, këj babi po iki, tha, se mos bësh një gabim, jo, ba, tha, se janë gjonë klajt, janë gjonë lafi. Atë ditë do të shkojet mire plakët e varrit qunit, se mushtet qunit vitin. Në maj, me 3 maj mushtet vitin, ishim punë prillit, i kishim porosit dhe shikojmë se si qështë. Menja ime që e dojë qunin me piktur. Ska e jo një... E si përfundim e la djali, po, tha, në regull, tha, nuk bëj gjaba, tha, se nuk bën klajt i shërë as njerë. Të pysësh një gjinër si është filani, quni bashkimi nuk bën, gjithë e dun djalin. Si përfundim, ikëm ne, erdhëm shpi, kyta një personi, sa herë që do kalon të me makinë, ja bën të djalit, e shante, ofendon dhe thoshe, do t'i shkull dhambët, qunit. Qunit nuk të regon të shpi, me depresion, kaloj sot e kaloj nesër, qymë prillë, deri me 23 korrik, kam qenë tuk e punuar në arë, vjen djali me vrapi, thot, babi, thot, unë uzurë me të pse, më ofendoj ranta dhe uzumë. Edhe kytha, qa ke batha? Urgjent ti kështi kërkosh falje, tha, nga që shkoshin. Ka marrë djali, nuk se i vinde zorë të tiki ke shpia. Kom shikot ati lartë në qendë, se kanë qendë, i kërkoj falje. I kam vajt 2 herë të kërkoj falje. Mirë, po e morën veç i kështë ikë spital. Na aty unë morë e quni faturova makinë. Edhe që ikë në spital aty, më kam përzën.
Nipja ti me gjithë djalin e vetë, deshëm kanë rrafë spital, nuk ka marrë. Ndalojmë pak tuke spitali dhe që vajtët jo vetëm për të kërkuar falje, por njëkohësisht edhe vajtët në spital nga ndjenja humane, solidarizim, të kërkoni falje dhe shumë gjëra tjera. Çfarë kishte ndodhur realisht midis djalit edhe djalin? Ai ishte gjakosur hunda, se unë flas të drejtë sa. Jo, çfarë kishte ndodhur? Ishin hasur në rrugë, ishin përballur me njëri tjetrin? Përballur në rrugë aty në qendër. Po, çfarë i kishin thënë njëri tjetrit dhe pse ka reaguar? Ai kishte shajt djalin? Po. Djali kishte thënë kam kaq kohë që duroj ti unë, edhe u kapën. Si kur i thonë pozi ishin pastaj. Me grushta. Po me grushta se qyshin zonë ata. Po me grushta. Unë së pash. Erdhi djali shtëpi me vrap kështu dhe ai mora çunë atje. Kur shkuat në spital, nuk ju pranuan as faljen dhe as kishit prezent. Jo, as një gjë fare. Vajtën komisariat, atje pastaj u vedorzuat. E çova djalin. Po. Jo. Para se me shku atje nga ardhë policia afër qendrës Elbasanit. Ja bëjmë me drita shoferit. Kë kërkoni, tha se e pa mësire. Kërkojmë, tham, Klajdin, se thasha Marilda. Klajdin. E kam mund, apo e bja ama poshtë. Edhe marin djalin, tha shkonë këtë ti zonjë dhe i kërrin komisariat. Kam vajtë unë atje në orën 8, në orën 1 natës, kam një shpi e vetme. Edhe më kam bërë këshu atje komisariat. Të flasim me ratë, po? Zoti Bashkim, kam disa pyetje për ty. Ti dhe 62 vjeçari jeni shumë miq. Gjë që ka deklaruar edhe shkoj. Okej, keni punuar. Kur djali ju kishte treguar që kishte probleme, ti, këtë shokun tënd, këtë të njohurin tënd, quaj si të duash, e kishte takuar dhe i kishte thënë pse ma bullizon djalin? Nuk kishte ditë që mos shkmeshe në rrugë me të djalin. Ma ngente 100 metra larg dorën. Me makinë, se nësë kishë makinë kjo në kam. A i ke ndaluar të flisni si dy burrat pjekur? Jo, po së dini me për djalin që e bullizon, nuk të regon të qunë. E mbante në vetet. Po ky personi du të më thoshtë mos i prind shpije. Bashkim, kam falin minusë, mos dhja si gja. Po më ngejë dorën përshëndet mu nga larg ti? Në qofë se kështë diçka me djalin të ndalon të këte. Po. Po bashkëtarët tuaj kanë ditur gjë për bullizimin e djalit? Jo. A i kur e gjente vetëm në rrugë e bullizon të apo? Rruga jonë ti e di si është atje këshu mal, edhe do kalon të me makina i për punë. Djali do ikte për punë. Pas ngjarjes së korrikut, ke mundur të flasësh me personin? Jo, i kam vajt unë me nosën, po unë se më vjen edhe e kupton se kur jem burrat, mund të... Kemi vajt të dy, kam folu në para gjasa caron. Nuk ju shikoj të varur, tha dhe nuk mope me ju, tha të vdisni, por nuk të erdi keq të ashore për djalin tim të që më vdiq. Do të vim të pimi kafe për... Pimi kafe, qatë damit ka shkaktu djali, thash unë jam detyruar të paguaj, thashë të ngelim siç kemi qenë fshatarë, se nuk duam se sherrri hap sherr. Po nuk duam konflikte. Edhe kështu si përfundim, djalin e dënuan e krej arrestin si mas urdi, si mas ligjit. Jo, ju dha masa e sigurisë, pra. Por se sa ju dha, sa qëndroi në spital 62 vjeçari? Asnjë ditë, një orë, sa u mjekua. Një orë, u mjekua dhe u rikthye në shtëpi. Po. Djalin e morën 3 ditë në Tiranë, se s'kishte vend komisariat në Elbasan. U provua ajo që djali juaj tha që drejt nuk duhet kishte shkuar deri në këtë pikë Klajdi këtë. Po, Klajdi tha, unë tha kërkoj falje. Por është vërtetuar pjesa e bullizimit të tij, shkaku se edhe pasoja e ka një shkak. Po kush e merr Klajdit llafet për bazat? Nuk ja merr njëri këtu. Ai e hapi kamerën për çunin tim, por nes na hapin për bullizim. Sa hamë si lavë goja është ajë. Pra, kamerat e sigurisë aty ku ka ndodhur ngjarja e korrikut të këtij viti janë hapur, ndërsa aty ku pretendon autori që është djali juaj Kladi, nuk hapet për të kuptuar bullizimin, por vetëm zënka e tyre. Po. Mirë, është momenti të ta ndërpresim, sepse kemi shumë detaje të tjera për thënë rreth kësaj historie, do t'ju pyes edhe juve si nën, por edhe zotin Bashkim si baba, fillimisht hapësira e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe të 3 të këtij emisioni. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do të mundohemi që ditën e sotme të kemi zërin e 62 vjeçarit përballë prindërve të djalit i cili është 25 vjeçar, me sa duket ka kaluar një periudhë të vështirë këtë një vit e gjysmë pasi vllai i tij ka ndruar jetë në mënyrë tragjike, prindrit e së cilit i kanë treguar hap pas hapi të gjitha vështirësitë e familjes Sadiku. Për shkak të bullizimit dhe për shkak ndoshta edhe të origjinës nga ata vinë, 25 vjeçari është dhunuar emocionalisht gjithmonë nga 62 vjeçari, gjë që nuk është marrë parasysh nga gjykata, është dashur të hapen kamerat sigurisë për të parë pikërisht që 62 vjeçari gjithmonë emocionalisht
e ka shfrytzuar 25 vjeçarin, por ndërkohë vetëm momenti kur ky fundit ka reaguar duke e mbajtur për një kohë të gjatë të fshet edhe përballë prindërve, ndoshta pjesëtarë të tjerë të fshatit Gjinar në Elbasan mund ta kenë parë, por askush nuk ka ndërhyrë dhe askush nuk e ka paralajmëruar të gjithë ngjarjen. Mirë, do rikthehemi pak, ju thatë që djali ishte zënë me grushta dhe dëmi i 62 vjeçarit ishte që shkoi në spitalin e Elbasanit, u mjekua brenda orës dhe u rikthye në shtëpi. Besoj se ai është nënshtruar edhe ekzaminimit mjekoligjor apo jo? Nuk e di. Ka vajtur tek mjekoligjor. Këto nuk e di. Derisa djali im u arrestuar nuk e diun këto. Në momentin që shkuat në komisariat, keni qenë të dy besoj apo jo? Keni qëndruar aty, ai ka dalë për mas sigurie në gjykatën e Elbasanit. Dhe fillimisht u vendos nga gjykata arrest shtëpie. Okej. Nga muaj korrik dhe deri tani që flasim, si u përjetua nga Klajdi gjithë izolimi brenda shtëpisë? Klajdi më ka kalu fare më shqmen që unë mrena, u mërzita u bara, që do bëj, që do zbat. Një arrest shtëpie që e kreu ishe i detyruar ta krynte, 5 muaj në shtëpi, dihet ajo që zënë sigurie në burg. E kreu si mas ligji që i takonte, nuk theu asnjë rregullore, donte të shkonte në gjyq. Prokurori dhe gjykatësi thoshte do të paraqitesh filon ditë si urdhën. Pa një njoftim policie, pa asnjë. Ju morët një avokat mbrojtës? E morëm avokatin. Një avokat mbrojtës. Avokatin na binte na bera hajde filon ditë në gjyq. Më ka ndihmu sa ka pas mundësinë, ka bërë punën e vet, detyrën e vet. Ka ardhur keq. E falenderoj. Mas punës që ka bërë. E falenderoj për punën që ka bërë për mua. Edhe djalin e kam shoqëruar në 8, 9 apo 10 seanca. 10 di unë, po më shumë, mirë 2 javë. Një në 2 javë që e kemi shoqëruar. Sa është dënimi i Klajdit? Nuk e dim. Akoma nuk e dim. S'kemi marrë vesh akoma se sa. Po sepse nuk sa të mbarohen janë mbyllur hetimet. Sa ka filluar procesi gjyqësor, do thonë 100 korrik deri tani e thon 5 muaj. Tani bashkimi i takonte që ta çonte me gjithë landën djalin në gjykat, nuk do të ikë vetë se thash. Unë nuk doja ta thyje ligjen dhe urdhin që më dhanë ata, do ta sjes në filon ore e qonë. Pra, ju merrnit gjithmonë lajmërimin nga prokurori? Jo. Jo? Jo. Bina berë quni telefon avokati, Klajdi filan dit, do vish në gjyq. Po ju merrnit leje ku shkonit në... Hajde në gjyq, thoshte. Do vish në gjyq, pa e shoqërim, e shoqërojnë dhe i shoqëron të prindi. S'kishe asi diçka. Edhe tani ditën e fundit që i vete djali... Ju nuk e dini të rregullin, avokatin nuk i kishte thënë që... Nuk na tha që duhet vi me polici. Po, patjetër që lajmërohet prokurori, merren masa nga policia dhe shoqërimi nga Gjinari deri në Elbasan, do flasi avokatja, nuk kam pse ndërhy, po të paktën sipas rregullave. Jo, unë po të tregoj ato që më kanë ndodhur mua. E çoje më në orare, po unë ishe detyruar dile nga shtëpia, unë s'kam makinë personale. Fugonin atje do të mushet, ikën ose nuk do më pret mua, ose unë nuk kam mundësi ta paguaj fugonin do të çështë filonin vendi. Edhe unë ishe zbatoj rregullore një gjysmë ore, 2 orë do shkoj rri para gjykatës. Atje kemi mirë, nuk e kam lënë pa çu djalin. Se ishe i detyruar se do zbatoj ligjin. Unë ligjin e zbatova, po shteti nuk zbatoi ligjin që më takon mua. Çfarë do thotë kjo zoti bashkim? Tani, për shkak të thyrjes së arrestit të shtëpisë, djali juaj ka kaluar në arrest me burg. Çfarë ka ndodhur për ta kuptuar ne të gjithë? Po ta rritë ta shpjegoj. Ja, një sekond. Duke shkuar në paraqitjen e seancës gjyqësore, ju keni qenë ku? Në gjyq. Në gjyq, brenda në gjyq. Për atë ditë ka bërë gjithë këtë debat. Brenda sallës së gjyqit ka ndodhur i gjitha. Doli Klajdi me atë personin tjetër ballë për ballë. Edhe prokurori tha, djali tha e mbaron dënimin tha me gjykim të shkurtuar sot. Ky personi tjetër ishte edhe, jo, kishte kundërshtuar prokurorin. Kështu tha mirë, tha djali mburg. Pse tha? E kundërshtuar. Ka dalë tha. Ku ka dalë djali? Doli sot a herit, po am the hajde në gjyq, a ne doli djali, për në gjyq, me datën 11 dhjetor, ditë e njëjtë. 62 vjeçarit nuk ju dhim sfare Klajdi. Se ishte në sallën e gjyqit, ai e kundërshtoi, duhet ishte sipas një rregullori që do të na e thotë avokatja Sara edhe pak më vonë. Ju ishit prezent të dyja ditën e gjyqit. Unë kam qenë, që të intenti me neve se s'ma menun shumë. Kam qenë me gjilpara, nuk kam qenë. Pra, me gjitën e kaluar ka ndodhur e gjithë historia. Tentën tani, ja sot një javë. Gjyqtari tha që me gjykim të shkurtuar ai e mbaron dënimin. Ky kundërshtoi, pastaj tha po tha do lëm prapë tha arresta. Do shikojmë tha se ky ka dalë tha. Ku ka dalë tha gjyqtari? A ditë që kishte bërë djalin mes, vin hapin kamerat ata. Po do dola unë mes. E hapën kur erdhëm ne na gjyqi. Erdhëm në shtëpinë gjyqi, vend kur vjen policia tentën darkët.
Jo, tha, djali ka dalë dhe ka pi kafe, po erdhën për në gjyq, thashtë. Në mëngjes pish kafe, zotni, unë do të paraqiten ke prokurori, ke gjykatës që kam thirrë. Pra derisa të mbushej furgoni, djali është ulur dhe ka konsumuar një kafe. E ka pirë kafe. E ka pi kafe, kam qenë thunë, kam pi kafe. Për një kafe pëse ka dalë, ke lokali që nuk shkoj unë, tha personi. Kush e kishte monitoruar të gjithë këtë gjë? Po lokali, nuk e di. 62 vjeçari ku i dinte të gjitha këto informacione? Ishte Ermisha i për ditë pazari aty. Edhe i kishte parë që Klajdi po konsumon, e kishte parë vetë. Pse ty Klajdi ke lokali që nuk shkoj unë, mus më intereson se nuk shkon ti. Kurse djali të ditë, tha shiqyr, tha që të dërë në gjyq, tha të pini kafe, të shapa kësir. Tha që ti për në gjyq, ja kupton. Nuk del në shtëpia. Shiqyr, tha sot do ike, jam në gjyq, tha dhe jam i lirë, tha. E dëshmoni do të që djali nuk... Po e dëshmoj se ka marrë me fugonin, me shoferin. Po mirë, si që shapur kamera dhe kanë parë Klajdin që derisa të mbushej fugonin, po konsumon të një kafe? Ka qenë kafet, po, me fugon. Pse nuk kanë hapur kamerat për të kuptuar që ky nuk e ka thyer as edhe një moment të vetëm po për këtë arsye ka marrë këtu dua të drejtë për këtë, se na bullizojnë, është bullizim totalisht. Ju falenderit shumë, se jeni stacion shumë i rregull, shumë i mirë që më pritet, edhe unë këta kërkoj. Se djali im, po të kishe bërë faj, unë nuk kishe orrat hyje këtu mrena. Po të kishe bërë djali, se nuk ka thy masa arresti. Kishe dalë një sekund para se me shku në gjyq, nga shtëpia. Ne dolëm për makinë, kam ikur me djalin gjyq atë Djali im ditë. ishte fajtor. Bile s'ka net me shoferin në vend parë se s'kishin vend. Unë mush plot fugoni. Në fugon. Se fugoni atje digjin, më shtitën njerëzit dhe do t'iken. Na prokuroria e Elbasanit kërkoj Xhelian Seferi të ma nxjerrë djalit, ma bjeri, si ka për ta kryer dënimin, në qoftë se ka marrë vita kryer djalin në shtëpi, se unë nuk kam lek, zoti Xheliani lutem, nuk kam lek ta ndjek djalin me një asistencë 50.000 lekë, me një fëmijë të vdekur, me një burr me gjilpara. Kush është zotëria që përmendej më? Është prokurori. E ka me letra Xhelian Seferi. Mirë, Emira ishte mos përmendë, po përderisa ti e përmendë. Jo, unë përmend. Okej, mund të drejtohesh. Të më ndihmoj zoti Xhelian si për fëmijët e vet se nuk kam bërë krim. Ke pasur mundësi ta takosh? Nuk ma japin drejtën, kam kërkuar takimin atë, zotëri nuk ma japin të drejtën. Jo thot. Në qoftë se zotnia ka pagu lek, sa ai ka pagu lek, thon gjithë. Unë nuk kam lek. Unë nuk kam lekë dhe kështu që... Shiko, mos t'i paragjykojmë se nuk janë të gjithë prokurorët njësoj. Jo, unë nuk e shaj, unë kam respekt, nuk po e shaj. Ai ka bërë detyrën e vet. Ai ka bërë detyrën? Po ma shikoj dhe njërë këtë çështje mu se përse djali doli atë ditë. Ku e ka policia, gjykata e Elbasanit, ku e ka policinë e shtetit? Vit ma bjeri mund dertë, zonjë erdha bjerë djali, pra marri dhe njërë djali. Ju thoni, pse policia e shtetit, policia e Elbasanit nuk ishte lajmëruar atë ditë që të vinte ta merrte djalin tuaj, nga banesa juaj ta shoqëronte drejt gjykatës dhe të mos kishim këto probleme. Por individi duhet të lajmërojë nga avokati mbrojtës, të udhtonte me furgon deri në Elbasan, gjatë kohës pastaj deri ke gjykatën, kam të lirë. Që furgoni mbushe në gjinar, ai të mos ishte duke konsumuar kafe. Megjithatë, personi të cilin e ka dëmtuar, i dëmtuari, e ka parë atë ditë dhe ka sjellë si pretendim në gjykatën në seancën e fundit. Vetëm për këtë arsye nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Edhe gjykatën dënoi, po unë jam nis për gjykatë, jam nis ku ka thirr shteti. Nuk kam ikshim në kryqëzimin e Cerrikut deri ke gjykata lart. Nuk ishte seanca parë që ju shkonit kështu herë mbaj mend unë, po ta pyetsh avokatin, me si ai duhet i ditë gjithë avokatit, sa nuk i mbaj mend. Gjithë, i thoshte prokurori djalit. Shtyhet seanca mas 2 javësh. Fillon ditë prokurori në gjyq, unë thoqa Klajdi kur dili, se s'më fuqim mrena, mami qysh tanë, mama u shtyhet edhe njerë, mas 2 javësh. Se lafët e tepër dhe janë fukarlik. Jo, ma e men thoshe datë, ne mash i men, thoqe Klajdi, ma, qysh se ma u men. Bashim gati, ikshim me quni që në mjesë, vishim. Unë shpresoj që kjo gjë të verifikohet, djali të rikthehet në familje. Atë do dhe unë, se nuk kam fëmijë tjerë ma, jam nën me shumë vujtje, nuk po kërkoj në shteti asnjë lloj gjë, du djalin kthehet shtëpi, atë bukë që do ha unë ta ha bashkë me djalin, se nuk kam ta ndjek çunin, atë që rrobe. Shqetësimi im më i madh nuk është nxjerrja nga arresti me burg i djalit tuaj, i Klajdit 25 vjeçar, por sepse besoj se kjo çështje të zgjidhet shumë shpejt. Do zotin, dorë të zotit jemi se njëri tjetës në animon, them, unë ja hera parë që ka marrë këtu me këtë studio. E di kush është problemi im më i madh edhe frika ime më e madhe, jo duke lënë arrestin e burgut dhe të kthehet përsëri në arrest shtëpie dhe ju të ndiqni të gjitha proceset dhe rregullat ligjore që do flasi avokatja Sara pak më vonë, por rikthimin në ata ambient
fshati ku do përballet me 62 vjeçarin, ku 62 vjeçari për shkak të komunitetit, të ngjyrës apo racës e ka bullizuar. Unë nuk e di se si do ta përballoj Klajdi përballjen me të, se si do t'i shmanget. Ndoshta mund të rrisim doza më të mëdha inati edhe bullizimi dhe për gjitha këto duhen marrmasa. Kjo është frika ime më e madhe si gazetare. Ta them sinqerisht. Frika ime më e vogël është lirimi i tij nga arresti me burg, në arrest shtëpia apo detyrim paraqitje. Kjo është më e pakta dhe më e drejta që mund të ndodhi. Por frika ime më e madhe është si mund të menaxhoj Klajdi emocionet e tij përballë një 62 vjeçari i cili mund ta provokojë sërish. Është provokues. Klajdi nuk e di. Si do ta përballoni ju këtë gjë? Se duhen marrë masa ndëshkuese për të dyja palët. Kërkoj falje, thot çuni, jam i gatshëm të iki shtëpi, ka thënë djali. Jam i gatshëm. Ja i kërkoj falje. Por Klajdi kur të përballet dhe të bullizohet sërish edhe në sy të gjithë komunitetit fshatit Gjinar, çfarë do bëj? Falje nuk desh ai ky më pastaj se çuni s'ka konflikt as me një aty. Po ju thoni që edhe pa arsye ai e kishte sharë. Po i kërkoj falje, këtë po të them. Po nëse Klajdi kërkon falje atij që të jemi siç kemi qenë, pa konflikt. Nuk e pranon ai djali, ai ta thashëm nuk duhet. Në gjyq ka kërkuar falje Klajdi? Po, 100 herë. Sa herë ka qenë seanca gjyqësore Klajdi? Është shkruar në atë dosje që është kërkuar falje rregullimin e marrëdhënieve. Po siç tregonte çuni më tha çfarë kërkon? Është marrë parasysh nga gjykata këtë dua të them. Ku dim në çkret e dim? Falja që ka kërkuar djali. Klajdi tha unë kërkova falje tha. Ka bërë shkelje të tjera ligjore Klajdi apo shera parë? Shera parë kjo dhe Klajdi përjeton shumë keq atje se thotë. Kur i doli karakteristika se ka hudhë avokati e patu edhe në Tiranë më përpara dy çështje. I doli karakteristika Klajdi Sadikut në Tiranë, pas një precedent penal. Unë kam dëgjuar dhe fjalë të mira nga administratori i zonës. Na njeh shumë mirë, të them se unë jam vetëm familje unë. Komshiu që është zon Klajdi. Ka 7-8 çështje të hapura pa mbyllur, se ai vetëm dhënohet e rrafin më motor për çfarë ka mund. Nuk më intereson se nuk më intereson. Rezervohemi me emrat duke përmendur. Nuk më intereson. Siç doli karakteristika atje. Po. Por djali im tani e përjeton shumë keq. Pra ju thoni që i dëmtuari ka disa çështje të hapura, djali juaj nuk ka asnjë çështje? Asnjë. Ky vetë do thot në polici që ai është kështu, po hajde karakteristika atje. E keni takuar se vetëm tentën e kaluar ka ndodhur e gjithë gjëja. Keni shkuar, keni vizituar në burg djalin? Jo, vajta qova robet, nuk na futën mrena. Nga prokuroria do të shkojë dokument. Mori djalin mram, fillon të qantoj mame, tha më thonë, tha këtu, tha që po të ndoqëm prinde, tha me në një gazetar, tha ti do dalësh në aty, tha po më qantoj quni mram. Se nuk e ka përjetu ty në burg, se s'ka po që. Se po të bëj djali im një gjë edhe unë si nani e pranoj, po ati e meriton. Arrestin shtëpi do ta krynte, ishte detyruar ta krynte. Do të vinte policia shtetit ma merte, ma binte, pse të merri unë lek, ti ke me çunin i ke ardhin Gjinar Elbasan. Vetëm te kërkoj. Qetësohemi pak, marrim veten. E di që keni shumë për të thënë, e di që ju duket një padrejtësi, por gjithsesi ta interpretoj pak ligjin në Sara, si duhet të ishte ndjekur procedura, faji kujt është dhe jo më kot unë thash, është nga problemet më të mëdha. Kjo e arrestit të shtëpisë, çështje e individit apo çështje e policisë së shtetit. Sara, kush ishin hapat që duhet ishin ndjekur? A është fajtor 25 vjeçari dhe të gjitha këto me shumë kënaqësi do ndjekim komentin tuaj. Tani, rasti i Klajdit është një rast shumë i veçantë sepse duke nisur që nga konflikti që ka pasur me personin, që nga diferenca e madhe e moshës, që nga provokimi, që nga racizmi i vazhdueshëm, Klajdi është ndjerë në një pozitë ku nuk ka ditë se si të reagojë dhe ka reaguar në një mënyrë të gabuar, por që nuk duhet ta cënonte në këtë mënyrë. Tani ndodhemi tek fakti që Klajdi ndodhet aktualisht në burg. Si ndodhet Klajdi në burg kur masa e sigurimit ka qenë arrest në shtëpi. Pra, kur vetë policia është justifikuar disa herë duke pretenduar që Klajdi e ka shpinë largë në Gjinar dhe ka krijuar një precedent ku Klajdi her pas here ka vajtur vetë në gjykat pa ndihmën e policisë, atëherë është vetë policia që ka shkelur urdhrin e ekzekutimit të vendimit në radhë të parë. Pastaj, fakti që kjo është vënë në dukje nga pala në gjykat edhe prokurori e ka marrë për të mirëqenë pa e verifikuar dhe është zëvendësuar masa nga ajo e arrestit në shtëpi në atë të arrestit në burg, i ka shtuar edhe një vepër tjetër Klajdit që nuk i përket qytetarit. Ligjërisht, qytetari nuk ka detyrën e policisë, nuk ka detyrën e shtetit që të zbatoj vendimin e vetë. Ky urdhër i jepet, i caktohet organit kompetent. Në këtë rast, organi kompetent është policia, dhe policia ka urdhrin nga prokurori që
të sigurohet për zbatimin korrekt të masës sigurimit arrest në shtëpi. Si që thot edhe vetë proces verbali. Janë caktuar personat, nuk po i përmend se nuk në intereson, po tani përgjegjësia këtu është e policisë. Fakti që prokurori... Përgjegjësia e policisë, prandaj edhe unë bëra pyetjen, është përgjegjësi për policinë apo është përgjegjësi për individin? Dhe kjo është shumë shqetësuese, jo vetëm në Elbasan, por në gjithë Shqipërinë. Një fenomen që po ndodh së fundmi. Pyetja është, duke qenë se është caktuar dhe janë përcaktuar edhe emrat e punonjësve të policisë që duhet bënin shoqërimin, kush e njofton policinë? Tani, policia e njofton vetë prokuroria, pra vjen fletëthirja e merr djenin personi, e merr djenin policia, ose ka disa raste që kur bëhen shumë veta, është edhe personi vetë që njofton direkte, filandat, kam gjyqin filanor, hajde me merrni. Tani, kur policia vetë ka thënë që nuk vi të marrë, se je larg, jeton larg, gjë që është e papranueshme, këtu personi nuk ka faj, sepse ai do marri pjesë në gjykimin e vetë, do marri pjesë edhe do të kuptoj se çfarë do ndodhi me fatin e tij, sepse nuk jemi as në kafe, as në rrugë, ndodhemi në gjykat, ndodhemi në një institucion publik, ku ky po gjykohet penalisht për një vepër penale. Tani, pjesëmarrja e tij në gjykim është e drejtë e tij themelore. Nuk ja heq dot askush, as policia, as prokurori, as një person tjetër. Fakti që këto nuk kanë shkuar dhe e kanë bërë precedens, se ka vajtur 10 herë në gjykime dhe e kanë pranuar që Klajdi të shkonte vetë, nuk mund në momentin e fundit të mos ta pranojnë, se e kanë krijuar vetë këtë praktikë. Kështu që këtu masën e arrestit në shtëpi nuk e ka shkelur Klajdi. Të kërkoj ndjes? Përshëndetje? Po. Me zotin Agron flas? Po. Zoti Agron, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Po. Ditën e sotme po flasim pikërisht për një çështje që ju prek drejt për së drejti juve. Do doja fillimisht t'ju pyesja si jeni, me shëndet? Mirë. Atëherë, po flasim pikërisht për një djalë të ri nga familja Sadiku, i quajtur Klajdi Sadiku, i cili në korrik të këtij viti ju ka dëmtuar për shkak të bullizimit që ai pretendon se ju keni kryer ndaj këtij të riu. Moj zoj, ai më ka gjujt me drum, më la për të tekur të tojt në prati, thu bullizim. Qa bullizimi unë s'kam pas as i lloj lidhja, sa nuk i di emrin. E si kanë me qa ketë bësha, po e gazetare. Këtu kam prindrit... Ajo është i kriminel, ti vetë merresh me bullizim. Qa bullizimi ka i lloj, me ata merresh tje. Moja e shpënoni ditë e ketë pjanet rrugës, unë jam 60 vjetë shpënoj për ditë në punë dhe ti thu bullizim. Nuk keni turp qa thoni? Turpi nuk e kemi bërë neve, prandaj ju kemi marrë zote Agron, ju kishim drejt për së drejti. Unë një stime kam thonë vetëm punë, nuk jof as lokal, as i lloj gjaje, jo vetëm punën. Kurse ata lloj që i marrin në lokale ju i pëni si bullizim. Qa bullizimi jam? Qa bullizim? Ta shtirë ti gjush me drum kokë për ta vrarë dhe bullizim. Atëherë, zote Agron. Jeni gazetar, më merri me këtë lloj çështje sa autor fejezes. Me këtë çështje do merremi sepse vetëm të njëjtën e kaluar i riu në sallën e gjyqit është dëshmuar nga ana juaj që ka qenë duke pirë kafen në momentin që ai do hyrte në furgon për të ardhur në sallën e gjyqit. Dhe nga arresti i shtëpisë ka kaluar në arrest me burg. Ktu kanë prindrit. Ti babain e Klajdit e ke shok dhe mund të flasësh me zotin Bashkim drejt për së drejti, por gjua e pa precedent që ti... Ikme s'kam punë, unë kam farë, ajo djem filloj më ofendaj, më shau aty në mes gjinët, mes rrugës. Çfarë të shau? Do bëje. Unë as i fola, as i dim ka shau, dje prap, ti vazhdojnë prap me më obet në atyre. Pa i është në burg që nga inë t'ja kaluar? Si dje? E ama. Zonja që është në studio? Qa po thotër? Të lutem, shiko, si mund të përdorësh, të lutem. Zote Agron, si mund ta përdorësh këtë fjalor në një televizion? E pa precedent. Unë i thash, mora policinë telefon, hajde bën denancim, thash, nuk po vej të bëj denancim, frisni dhe i thoni, më ofendoj dhe më mshaj. As njerë s'kam ofenduar, ku t'kam ofenduar të ti, po ke fut në vort gjallë mua. Pra ti nuk e falë 25 vjeçarin, a i ka tentuar të qëlloj, zonja thot janë zënë me grushta, për shkak të bullizimit që ti vazhdimisht të shaje, për shkak edhe të komunitetit që ato përfaqësojnë. Është larguar zoti Agron, shumë jashtë, por në fakt... Ashtu është me gjithaj. Tani, që t'jemi transparent, djali juaj ka qëlluar me dru? Me dru e ka qëlluar. Se unë i pyeta pak. Me grushta thonë, po a i thot me dru, ku e di unë i shket me grushta thonë? Dhe s'ka pas njëri. Unë se kam pa djalin. A janë hapur kamerat e sigurisë? Kamerat janë hapur, unë s'mi ka tregu njëri kamerat, flasim drejtën, unë si kam pa. Kamerat unë si prind, jo.
Nuk i kam pa. Po që janë zanë me gryshta. Një i papun, i aktivizuar. E shef që më thot për djalin? Po thot edhe për ju, zonjë, që vazhdoni edhe... Asnjëherë, ku e kam pa unë soratin atje? Ku ka pa? I dalun ati në sy? Unë s'jam taku fare, që kur ka qenë kësher, vajtë ti kërkoj falje në shtëpi, mos më ka dalë, nuk më delë për para. I thash, më kështu dur, ka qenë gjithë shumë, do më falë shumë agron, qatë të detyron, vetëm falën njëri tjetër. Ditë në jetën gjykatë, për jashtë. Ai sot tha për nusë, nesër do thoj për mu për nesër do thoj do fundosi këtej, do na futet gjithë burgun e vej. Unë i shmangë. Do doja ti bëja pyetje në qoftë se kishte precedent të tjerë penal, por gjua e pa precedent e ti, bëri mirë që u largua vetë, sepse ndërkohë do ta kishim larguar edhe ne. Mirë, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Unë i shmangë. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit, ndërkohë ka qenë një pjesë e dytë, sidomos fundi i saj shumë intensiv, për shkak edhe të një ballafaqimi që kërkonim me zotrinë e dëmtuar, ishte tepër i acaruar, edhe me ne si gazetar, por mbi të gjitha edhe me 25 vjeçarin dhe me prindrit, sidomos me nënën. Unë jo më kot i thash zotrisë, në qoftë se kishte një lloj misie me babain siç u pretendua në këtë studio, të ballafaqoheshin dy burra, të zgjasnin dorën e pajtimit dhe gjithë secili të marrë atë që meriton. Megjithatë, fjalori pa precedenti këtij zotrie bëri mirë që u largua, sepse në të kundër do ta largonim ne, se nuk mund të përdoren ai fjalor tepër banal i pa precedent në një studio televizive dhe live në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Tani ju mohoni gjithçka nga ai që tha personi dëmtuar zoti Agron, ju tha që nuk e keni parë fare. Jo, më vetëm gjykata ditë unë, në gjykatë ditën e njëjtë. Duke njohur mirë këtë çështje, frika ime më e madhe thash edhe një herë, nuk është lirimi sa më shpejt i Klajdit. Kuptoj. Dhe gjendja e tij shumë e rënduar emocionale, të rikthehet tek ju si prind se edhe ju po përjetoni për një vit e gjysmë humbjen e djalit të madh. Unë thash edhe një herë, problemi më i madh i juaj është si do bashkëtoni ju në fshatin Gjinar. Thash, unë i kërkoj falje publikisht Agronit në emër djalit. Publikisht, Agronit na fali ne si prindër Klajdin ta bëj për hatër se kalamajt janë rrit bashkë. Gjua e përdorur nga Agroni më bën të kem të drejtë për çfarë thash në fillim të këtij emisioni. Kam shumë frikë bashkëtesën tuaj. Edhe në qoftë se nuk mund t'jeni ju fajtor, si radhën e parë, do provokojeni dhe do bini prej provokimeve. Prandaj institucionet, siç është kryeplaku, administratori, të marrin masat e dura, ndoshta edhe vetë prokurori duke dhënë urdhra mbrojtje, sepse është e pa precedent kjo që ndodhi ditën e sotme në këtë studio. Pra, nuhatja profesionale nuk më kishte gabuar, sepse ja çfarë ndodhi edhe në transmetim live. Atëherë, Sara, të kërkoj ndjesë të ndërpreva, mbasi regjia e solli në mënyrë të beftë edhe zilën telefonike, por duhet dëgjuar edhe pala tjetër. Se e dëgjuam edhe e kuptuam. Një mendim të shkurtër për çfarë ndodhi në fundin e pjesës dytë? Tani, unë nuk e paragjykoj dot zotrinë, sepse nuk e njoh personalisht, por nga çfarë dëgjuam këtu, edhe gjuha e përdorur, edhe agresiviteti, unë e kuptoj që mbase ai është pjesa pala e lënduar në këtë situatë, por gjithsesi duhet me ruajtur një farë edukate në të folur para pune. Dhe dyta, pak agresiv. Shumë agresiv, jo pak agresiv. Sulmues, domethënë, unë prandaj e mora, duhet jetë mirënjohës. Në qoftë se ai do kishte parë këto dy prindër, dhe ne s'do ta kishim telefonuar, jam e sigurt që do thoshte pse s'u dëgjua zëri im. Ky emision si gjithmonë i dha mundësi të dyja palave për të folur, për të treguar historinë e tyre, por edhe për të mbrojtur nga akuzat. Në rastin konkret, e morën telefon personin, dhe personi në vend se të sqaronte, që jo, shiko se ka ndodhur 1, 2, 3, 4, 5, përdorje një gjuhë, një fjalor që nuk i përshtatet, jo vetëm televizorit, po edhe ambienteve tjera, e para, dhe pastaj u largua, mbylli telefonin, vazhdoi. Tha më ka goditur, përdori një fjalor që unë nuk e përmend dot, edhe as nuk dua ta përmend, edhe përmendi konfliktin e Klajdit duke cituar si Klajdin personin konfliktual. Tani, duke mos njohur personalisht as Klajdin dhe as personin që është 62 vjeç, unë gjithsesi duke parimisht që nga mosha, Klajdi 25, ai 62, edhe si kur Klajdi ta ketë provokuar, nuk reagohet kështu. Në këtë fazë ku ndodhemi, kemi humbur komplet aspektin e humanizmit, po dal pak nga ligjorja tani, kemi humbur komplet aspektin e humanizmit, sepse në burg përmbahet një djalë 25 vjeç që ka reaguar
me papjekuri, një reagimi të vazhdueshëm, një provokimi të vazhdueshëm, një fyerje, një kanosje që i bënte një person, duke marrë për të mirëqenë çfarë ka ndodhur, pa ju futur analizës, ka reaguar gabim, okej, por tani ndodhet... Kjo rriti i 62 vjeçare ndaj një 25 vjeçare? Se prindrit bën një deklaratë shumë fort jashtë kamerave, Pra, zotria ka thënë që unë do paguaj x shifër lekësh edhe Klajdin e dua në burg. Po pse? Lind pyetja. Tani mund të ketë shumë arsye pas, ne nuk e analizim do të mendjen e zotrisë, sepse të ishte njëri normal nuk do kishte këta lloj. Pse duhet paguhet kjo shumë lekësh edhe ku duhet paguhet kjo shumë lekësh, vetëm Klajdi të jetë në burg, pse? Po pse e do në burg? Pse gjithë kjo urrëtie? Duhet të më urrëtie ka, jo me mu, me të gjithë ka urrëtie. E ka me gjithë fshatin atje zihet. E shik futi dhe mund sot me këtë mes. Për zonën thonë. Për të gjithë është problematik. Të marrësh firmat në gjinër, kusha filani, kusha fisteku. Për ne, për atë, ne... Klajdi punonte? Ku të gjej? Se tha i pa punë, i alkoolizuar. Por qa thot alkoolizuar, më i modër për që kishe ma të alkoolizuar. Klajdi, e se pyta t'je në gjina, kush është Klajdi sa dhja? Jo, në ndishem nga gjinari dhe mundet... A bën këshu Klajdi kur në botë? Unë të jabë dhe, jo të jabë i mundësi tjetër që dhe me Manuelin të flatës, Në administratorit, mund të splasës... Pa i karakteristikat i ka quar në gjukat dhe unë e kam mendimin e administratorit. Që a i flet fjalët më të mira për djalin tuaj. Atër, Sara, besoj se e morëm një lloj shpjegimi, se as ata vetë nuk e din shpjegimin e urrëties, por që nga një person problematik sipas kësaj familje Sadiku në zonën e Gjinarit. Gjithsesi në këtë rast e ka marrë për personale normalisht me Klajdin, sepse e ka goditur dhe është ndjer i thyer dhe është ndjer i lënduar dhe normalisht që tani ndodhet në një fazë ku do të dali fitor. Po? Tani fakti që se palët përmendën pak më parë që pala vetë, pra personi i dëmtuar ka treguar për gjatë gjykimit që Klajdi nuk ka respektuar masën e arrestit. Duke qenë kështu, prokurori e ka marrë për bazë edhe ka kërkuar zëvendësimin e masës nga atë në arrest në burg. Jo, e di ku është, më falë që të ndërpres, dua t'jap një mësim për gjithë ata që po na ndjekin, jo të gjithë e njohin ligjin. Aq më pak edhe Klajdi, ose familja Sadiku edhe prindrit. Duke qenë se avokati ka telefonuar dhe i ka thënë që në filan datë dhe në filan orti duhet jesh në sallën e gjyqit dhe këtë e ka bërë gjithmonë. Kush duhet ta kishte njoftuar 25 vjeçarin apo familjen Sadiku për mënyrën se si duhet të shkojë nga arresti i shtëpisë drejt gjykatës? Tani, unë e thash edhe pak më parë. E the dhe janë vendosur edhe personat. Kush e mëson Klajdin, dua të di? Klajdin e mëson policia vetë. Policia ose avokati në këtë rast? Po policin kush e njofton? Avokati në këtë rast. Avokati i Klajdit. Avokati ka lajmëruar grupin që është vendosur me emra? Nuk di gjë. Nuk di gjë për këtë. Tani, ndodhemi në seancën e 10. Policia e ka pranuar këtë precedent. Fakti që është vënë në dukje përpara gjykatës është një gjë tjetër, është një gjë që e ka vënë prokurorin, mbase edhe ai nuk ka qenë në dieni për sjelljen e policisë dhe e ka marrë për të mirëqenë që Klajdi është larguar vetë. Por, ditën kur personi ka pasur seancë edhe duhet u paraqiste në gjykatë, edhe ka shkuar, ka vajtur vetë me mjetet e veta, pa e ndihmuar shteti, pa mbajtur shteti përgjegjësinë e vetë për ekzekutimin. Po pse merr ndëshkimin 25 vjeçari atëherë, kur qen ka kështu? Në qoftë se është kështu... Se ndëshkimi duhet ishte edhe për persona të tjerë, përveç Klajdit. Patjetër, sepse në këtë rast nuk është përgjegjësia e Klajdit. Klajdi ka tentuar të zbatojë urdhrin, por nuk është detyra e Klajdit të zbatojë urdhrin. Po mi pra, kemi një ndryshim të masës së sigurisë. Klajdi e vuan vendimin. Klajdi nuk e zbaton dot vendimin e vetë. Për zbatimin e vendimit janë institucionet kompetente. Është gjykata që urdhëron prokurorin, që urdhëron policinë. Po, policia pse nuk ka marrë hierarkia. Nuk ka marrë ndeshkim sepse nuk e di se çfarë ka komentuar avokati, po duhet të vënë në dukje gjithë kjo situatë. Patjetër, avokati i Klajdit duhet ta vënë në dukje situatën, duhet të shprehet, duhet të zgjidhet dhe duhet të zbardhet sepse nuk ka arsye që një djalë 25 vjeçar që është dënuar, nuk është dënuar akoma. Pra përgjegjësia dhe ndëshkimi duhet ishte i barabartë, si për Klajdin ashtu edhe për emrat e punonjësve të policisë që përmendën aty, po i kursejmë ditën e sotme, po në qoftë se do kemi një emision tjetër, do t'i themi emrat e patrullës. Klajdi nuk duhet të ndeshkohet. Nuk duhet të ishte ndeshkuar. Jo, absolutisht që jo, sepse nuk është detyra e tij.
Nuk është detyra e Klajdit të zbatoj urdhrin e vet. Ndoshta ka marrë ndëshkimin e patrullës që duhet ta shoqëronte? E kam shkëmbyer. Apo kemi të bëjmë ndëshkimin e shtetit dhe punonjësve të shtetit dhe në këtë rast e ha fukaraj? Në thonjë za fukaraj. Do më thënë viktima e gjithë sa historie. Ti preka një tematik shumë të bukur. Po, është tematik. Edhe është shumë e rëndësishme, sepse shumë raste, dhe është bërë pak si fenomen në Shqipëri dhe ke shumë të drejtë, që drejtësia anon aty ku baza ekonomike është më e lartë. Qartë. Është një e vërtet kjo që komentohet, nuk komentohet pak rëndësika, po është një e vërtet. Minuta në vijim për të më thënë dhe për ta orientuar prindrit e Klajdit çiftin në studio dhe si duhet ta ndjeki që të kemi një rikthim të Klajdit ndoshta në familjen e tij edhe për shkak të asaj që ka kaluar. Do kërkohet ankesa disiplinore për policinë që nuk ka zbatuar urdhrin e prokurorit e para dhe e dyta do të arrihet të zbardhet çështja në gjykatë, që Klajdi është pranuar ky precedent vet nga policia që ai të arrijë me kushtet e veta, me mjetet e veta financiare të shkojë në gjykatë, sepse me sa po tregojnë edhe vet, nuk kanë mjetet të mjaftueshme për të vajtur. Kjo nuk është detyra e Klajdit. Qartë. Kjo është rruga që edhe duhet ta ndjeki prindrit e Klajdit, por edhe duhet të zbardhen, duhet ta heqin avokatit. Po. Më duhet të kaloj, faleminderit, Sar tek Bela. Atëherë, e gjithë kjo historia, të paktën kjo problematik që komentoi Sara së fundmi, unë e di që kemi shumë për të folur për jetimin e prindërve tek humbja e djalit madh, si e ka përjetuar djali i vogël, agresiviteti i tij nëse është ajo që ndëshmoi edhe i dëmtuari në këtë rast 62 vjeçari, por dua të ndaloj si e përjeton vet Klajdi. Pra këtë lloj padrejtësie. Ndihma që kërkon edhe tek prindrit. Te Klajdi krijon një konfuzion të thellë emocional. Pra, ai në një moment mendon se është i lirë, pastaj është në arrest, pastaj fajtor dhe pastaj është viktimë, sepse është viktimë e një dhune psikologjike konstante nga bashkëfshatari i tij. I ndodh edhe stigma e prejardhjes, pra ai është pjesë e një komuniteti që mua më duket absurde që një person sot në 2025 të bullizohet dhe të krijojë racizëm kundrejt një komuniteti që nuk është as më shumë dhe as më pak se unë dhe ne. Se gjithë ne, janë barabartë me ne. Dhe për mua nuk është vetëm një çështje ligjore, por i përket edhe paragjykimit që i ndodh atij. A do di Klajdi ti menaxhoj emocionet e tij? Është në një moshë që në një moment ai do dalë si nga arresti me burg, si edhe nga arresti i shtëpisë. Përballje me realitetin pastaj, sepse brenda një viti e gjysmë ka ndodhur shumë ngjarje. Humbja e vllait, mënyra si humbi jetën vllai, ai mbeti syri dhe vëmendja e prindërve, por ndërkohë duhet edhe të përballet me një situatë të cilën nuk e kishte treguar familja. Fakti që Klajdi kërkon falje her pas here në seanca gjyqësore, ka të bëj shumë dhe thot shumë për atë si njeri. Pra, ai është një person i qetë, tregon që është një person i qetë dhe nuk është konfliktual. Dhe mendoj se do jeti gatshëm dhe javë të menaxhoj situatën në momentin që kthehet në shtëpinë e tij. Por frika ime më e madhe qëndron tek personi tjetër, sepse me çfarë dëgjova më duk goxha agresiv në fakt. Dhe fjalori i tij nuk është se ishte i përshtatshëm. Edhe për moshën. Për moshën që ka. Edhe në televizion. Dhe në televizion aq më pak se nëse e bën në televizion do të thotë që në përditshmëri e ka të vetën, e ka pjesë të tij këtë lloj fjalori. Dhe më vjen shumë keq për moshën që ka dhe është në këtë lloj stadi. Mund komentojmë pak për këta prindër, ato që po përjetojnë prej një viti e gjysmë. Fillimisht njëherë u shpreh ngushëllimet e mia për humbjen e djalit, është shumë e rëndë që të humni një fëmijë në moshë kaq të re. Ata janë duke përjetuar ndjenja të pafuqisë së mësuar, pra një humbje shumë shpejt dhe tani prap një humbje tjetër, sepse në koshiencën e tyre konsiderohet një humbje. Kjo e futjes së djalit në izolim, në burg. Dhe duke qenë se ata janë gjatë gjithkohës në alert dhe në përkujdesje dhe super vigjilent për situatën e tyre dhe familjarët e tyre, i shkakton goxha ngarkesë të madhe emocionale.
E qartë. Megjithatë, unë do doja të flisnim për ato 5 fazat që ju i përdorni në gjuhën tuaj profesionale e ZIS. Dhe në ç'fazë jemi dhe sa e ka rënduar pjesën e fazave, a kemi një regres, do më thonë një kemi në fakt një regres, sepse ata, humbja e djalit është e pranuar nga ata. Në ç'fazë jemi njërë? Janë 5 procese të cilat mund t'ja themi edhe personave që na ndjekin. T'japim edhe këto mesazhe edukative tek personat. Në qoftë se ti humb një të afërt dhe je në proces zje ke 5 faza. Kush janë këto? Mund t'i themi faza e parë? Faza e parë është pranimi i humbjes, më pas është kthimi mbrapa në kujtesë edhe kujtimet që ata japin, më pas fillon edhe pranimi i realitetit. Por këtu kemi një regres. Pra, mund të ishim në fazën e parë, mund të ishim në fazën e parë dhe këtu kanë gjendur. Letësi shke faza 2 dhe i kemi përsëri kthimi në fazën e parë. Në fazën e parë. Çfarë duhet bëjnë këto prindër për dal nga kjo gjendje? Për t'i kaluar edhe fazat shumë shpejt, por edhe mos ta ndërlidhin me problemin që kanë me Klajdin. Pasja afër e djalit tjetër do të ishte një ndihmës shumë e madhe për ta, sepse është e vetmja gjë e thënë që u ka mbetur. Dhe shpresoj shumë që t'ja dalin edhe ta kenë përsëri në shtëpi, sepse do ishte një ndihmës e madhe për ta dhe për djalin, sepse humbja e një vllai është goxha e madhe. Mirë, dua të them edhe diçka. Problemi i djalit të madh, pra vdekja e tij nuk ka të bëjë me problemin e djalit të vogël. Si mund të japim ndonjë këshill me që i kemi në studio për t'i ndarë këto dy probleme për të mos i bërë bashkë? Se më duket sikur këta të dy i kanë bërë bashkë nga mënyra se si e rrëfejnë në studio. Sepse nga që ka ndodhur aq afër, detyrimisht duket sikur janë nga i njëjti problem. Një gjë në fakt i bashkon të dyja problemet që është racizmi. Dhe problematikat ekonomike e sociale. Këto në fakt i bashkojnë këtë dyja problemet dhe të dyja ngjarjet. Por humbja e një djali është e rëndë. Ju falë Zotit e keni një djalë akoma në jetë edhe shpresoj shumë që të bëheni bashkë për të kaluar të dhimbje që ju ka ndodhur. Megjithatë, frika ime më e madhe, Bela, unë fola edhe me Sarën, ti ishe e pranishme, dëgjove, është çfarë do bëhet me Klajdin kur dali nesër? Siç e thash, fakti që ai ka kërkuar falje në seancën gjyqësore tregon shumë për atë. A mund bie më pre e një konflikti dhe pre një bullizimi akoma më të madh se era parë? Shpresoj shumë që jo. Shpresoj shumë që jo, por nëse do të jetë konstante. A i duhet një ndihmë Klajdit kur dali dhe ta lë arrestin? Patjetër që po. Sepse dy fatkeqësi njëra pas tjetrës krijojnë një gjendje shumë të rëndë emocionale. Ai po përjeton dy lloj dënimesh, një dënim moral dhe një dënim nga sistemi. Edhe humbja e vllait. E kuptoj. Pra, të gjitha këto e bëjnë gjendjen e tij të rënduar në momentin që ai do jetë i lirë, por edhe aty ku po kryen paraburgimin mund të marrë një ndihmë dhe asistencë psikologjike. Besoj dhe jam shumë e sigurt që të kemi një lloj riabilitimi dhe brenda të tij. Që organet kompetente aty janë funksionale dhe besoj shumë dhe shpresoj shumë që do jenë ndihmuesa, sepse Klajdi në fakt është shumë i hapur ndaj simptomave të ankthit dhe depresionit dhe pasigurisë të larta. Pra janë në një gjendje shumë të lartë. Qartë, ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, përpara se t'ju falenderoj dhe ju, çdo këshill e thënë nga dy zonjat e nderuara, si nga avokatja, mënyrën se si duhet ta ndiqni tashmë, me sa duket filli, thot populli, ose peri kputet aty ku është edhe më i dobët. Dhe në rastin tuaj, më vjen keq që pjesa më e dobët e gjithë këtij procesi është Klajdi juaj, që me sa duket arresti që ka ndodhur pikërisht arresti me burg, ka ndodhur se nuk po dënojmë grupin e policisë i cili duhet ishte njoftuar etj. Pra, Klajdi nuk duhet ishte në arrest me burg, Klajdi, siç thotë në fakt edhe avokatja, por më e rëndësishme është frika ime. Ajo frikë që unë e thash, e parapriva, edhe ballafaqimi me të dëmtuarin u kuptua qartë, prandaj ju lutem edhe aty ku është, në momentin e parë që prokuroria do t'ju bëj takimin me djalin, me Klajdin, ju duhet shkoni ose edhe pa e bërë takimin, të shkoni tek autoritetet e paraburgimit dhe t'i thoni që djali juaj ka nevojën për psikologën e burgut.
Për psikologin e para burgimit. Ka thënë unë dhe kur dalë, thot, unë do i kërkoj falje, thot, edhe ai se pranon. Mua më duhet gjendja, jo çfarë ka bërë. Gjendja emocionale e Klajdit tuaj në këto momente është shumë e rëndësishme, kuptojeni këtë gjë. Ka vuajtur vdekjen e vllajit, po vuan një dënim që ai mendon se ka të padrejtë, paktën ky arresti i burgut. Ju lutem, shkoni menjëherë sapo të mbaroj ky emision tek paraburgimi dhe kërkojni që psikologja e paraburgimit të shkojë dhe të flasë me djalin tuaj. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, nëse ai rikthehet në shtëpi dhe uroj me gjithë shpirt të ndodhi sa më shpejt, ju duhet jeni kaq të kujdesshëm me djalin që ai të mos bie më pre e provokimeve, e bullizimeve, të qëndroni pranë, ai të hapet me ju dhe ju të shmangni çdo incident të mundshëm që mund të jetë përsëritës. E kam frikë shumë këtë gjë. Nuk dua të më riktheheni në këtë studio dhe të thoni pas ke pasur të drejtë. Le ta kemi unë gabim ditën e sotme. Shumë faleminderit. Por të më ktheheni në këtë studio për të më thënë që Klajdi ka mbritur në shtëpi. Inshallah vjen Klajdi në shtëpi, nuk dua si gjë tjetër. Që të hau të ajqunin, se nuk e një këto të tje. E kuptoj. E kuptoj. Nuk kam shtetit sot pa e pa djalin në sy. Atëherë, nuk doja ta mbylloja kështu, po ja që edhe lotët janë pjesë e jona, ju keni një dhimbje dhe një peshë. Nuk hiqen kur, derisa të vete unë nga Marindi. Nuk hiqen lotë mia, kur. Ne që jemi prindër, ju kuptojmë shumë mirë, nuk do donte asnjë prind të ishte në pozitat tuaja, por ju jeni të fortë, jeni edhe shumë fisnik. Lotët e tua, zoti Bashkim, do t'i mbaj më gjatë. Rrim të dy një me i të vanë, flasin me macën. Po të nuk ishe Klajdi në ty. Nuk dua ta zgjas më se shoh që është në një gjendje shumë të rënduar zonja, e përballove me dinjitet e dashur, por dua që në fund të këtij emisioni të jemi më të fortë se kur. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë do takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.